Hajdeni me ne në Amerikë për herë të parë dhe kjo është dita jonë e dytë. Ne po qëndrojmë në shtëpinë e miqve tanë dhe Ornella ka arreduar kaq bukur, e ka kombinuar kaq në harmoni çdo detaj, na përgatiti një mëngjes shumë të shijshëm me krepa të servir kaq bukur, donut si kishin bler, por që nuk ishin shumë të shijshëm. Në 1:30 dolëm, ndaluam rrugës për të vizituar Bushnell Park, ishte një nga parqet më të mëdhenj të zonës, rreth 50 hektar tokë, dhe çfarë më bëri përshtypje është se nga do të hidhje syt, përveç se pastër, nuk shihi një pjesë të vogël bari të paprer, kishte edhe shumë ketra dhe ishte pranë ndërtesës së Kapitolit. Shkuam për të bërë shopping dhe na bëri përshtypje se çmimet ishin shumë më të lira se në Europë. Ishte një outlet, pas hëngrëm pak dhe në 19:30 ishim për darkë tek miqtë tanë, një shtëpi e stilit amerikan, çdo gjë e gatuar me shumë dashuri dhe shtruar kaq bukur nga Emi. Më pas, kur erdhëm në shtëpi, unë kuptova që në outlet kisha bler vetëm sambat, pazaret e vërteta i ka bërë burri im.